fakt, unë kam 2 vajza, kam shumë të mira, po do doja të kisha 3. Okay. Që të kesh 3, do thotë duhet të kish Duhet të nisësh më herët. E vërtet, e konfirmoj. Pra kishte një plan. Kanë ato elementet, jo mbaro shkollën, jo pret një farë kohë derisa të hyr specializim, fillon specializimi e me radhë, me situatat tona, siç i kanë kalu shumë mjek të rinj kenë. Si ka qenë të bëheshit prindër të rinj duke qenë të 2 mjek? Pra, të 2 në një fushë të vështirë, pa orare, pa kohë, si e keni menaxhuar këtë? Femrat e reja, kur bëhen me fëmijë, bëhen shumë eficiente. E vërtet. Kështu që ngarkesa më e madhe të bën me eficiente. Sot çdo lloj profesioni ngarkesat janë të mëdha. Distancat janë të mëdha, kohët, presioni është i madh, ngarkesa të mëdha fizike nuk kemi brezit, por kemi ngarkesa të mëdha kohore. Se të bjen celular, nuk ishte celular atëherë. Ngarkesat menaxhohen nëse fillon dhe vendos prioritete. Po. Pra kush është prioritet? Qofse prioritet është familja dhe prioritet është puna, unë mendoj që pastaj burrë dhe grua krijojnë atë, le të themi, ekuilibrin. Pra kush shef më shumë familjen, kush shef çik më shumë punën dhe mbështesin njëri tjetrin. Dhe besoj që në kohën e ardhjes vajzave dhe kur ato kanë qenë të vogla, besoj ka qenë serla që është tërhequr më shumë edhe. Po. Ti ke qenë babai që i ke ndihmuar me punë të shtëpisë edhe me kujdesin ndaj vajzave, gjithçka. Patjetër ajo i bën më mirë. Okay. Pra përsa i përket pjesës cilësore, po themi, po pjesa sasiore, po, patjetër.